Dy festa në një ditë në Poston, me dy festat ishin pranë e pranë, shoqata mas pesa në qendrën në Poston, këto dy ngjarje i shënoi me një ditë, ashtu si disa herë të tjera, dhe së vjet veprimtaria u zhvillua në restorantin Alba pronë biznesmenit shkodran Leo Keka, i cili për aktivitetet shqiptarëve ka lënë derën hapur. Takimin e hapi zëvendës kryetaria e mas pesës Jorida Qirollari, e cila pasi falenderoi mësuesit e shkollës shqipe, nxënësit e prindit e tyre dhe pjesëmarrësit, bëri një falënderim të veçantë edhe për mbështetësit e mas pesës, si TV Alba biznesmeni Gjerokastrit Ilia Çobi, i cili ka mbështetur shkollën shqipe qysh në krijimin e saj, falenderoi për mbështetjen edhe Agron Gjerasin, bashkëshortën e tij Lira Gjerasi, pronare e qendrës kulturore për të moshuarit Vatra. Atmosfera e bukur krijon recitimet e nxënësve të shkollës, një poezi e saj kushtuar grave, recitoi dhe veprimtarja Valbona Lavdari, Blerina Omari, drejtore e shkollës shqipe, për të tjera, tha se që nga krijimi i saj në vitin 2006 deri më sot, 3 shkolla shqipe që janë e që funksionojnë në Massachusetts, si në Bantry, Salem dhe Worcester, kanë vazhduar mësimet mbi 400 nxënës. Mësimi zhvillohet ditën e shtunë nga ora 9 deri në orën 3. Nxënësit mësojnë abetar, lexim, vallën, drejtimin e mjeshtit, bashkim brau dhe muzikë, piano e kor. Veprimtaria vazhdoi me këngë valle shqiptare, të cilët janë pjesë pandare të aktiviteteve tona. Donacionet do shkojnë për shkollën në synim që gjuha shqipe, kjo gjuhë perëndie, siç e ka cilësuar poeti i madh në Frashit, vazhdoi të mësohet nga vogëlues të tjerë shqiptar.